4 helikopter me ndihmë ushqimore dhe ilaçe janë nisur që në orët e para të mëngjesit drejt zonave më të thella malore në rrethet Tropoj, Puk dhe Dibër. Helikopterët janë dhënë shtabit e emergjencave civile të Ministrisë së Brendshme nga Ministria e Mbrojtjes. Fillimisht ata janë përqendruar në Puk, ku ka qenë nevështirë ulja si shkak i trashësisë së madhe të dëborës dhe e terrenit të pasigurt. Më problematike në Puk shfaqet komuna e Ballës, ku ndihmat janë hedhur pranë qendrës së komunës duke bërë thirrje banorëve të fshatrave përreth të vinë të tërheqin ato. Sipas komunës së Ballës, kjo duket e vështirë pasi shumica e fshatrave janë të izoluar. Drejtori i shtabit të emergjencave civile Alfredolli ka kontaktuar me disa banorë të Ballës për të njohur me nevojat e tyre. Ndihmat emergjente në ushqime dhe ilaçe janë shpërndarë me helikopter edhe në qarkun e Dibrës. Shpërndarja ka nisur fillimisht në komunat më problematike si Lur, Kalaja e Dodës, Martaneshe, Ostran. Më pas është drejtuar Bulqizës, Matsukullit dhe Zibrit në Mat, ku banorët janë ndihmuar për të përballuar situatën e vështirë. Një ditë më parë banorët e fshatrave të Dibrës dhanë alarmin për ndihmë, pasi nuk kishin mundur të siguronin rezerva ushqimore për të përballuar një situatë të tillë emergjente, ku shumica e fshatrave vazhdon të jetë izoluar si shkak i borës së madhe. Rrugët janë të pakalueshme për mjetët, ndërsa për të ndihmuar qarkullimin e tyre, fshatarët kanë të përdorur lopata duke hapur rrugë vetëm për këmbësor. Në Tropoj pritet që helikopteri të përqendrohet në komunat e Lekbibajt, Berishës, Valbonës dhe në zonën e Buçajt, ku trashësia e dëborës i ka kaluar 1 metër. Helikopter me ndihmë pritet të ndalonte edhe në Malsinë e Madhe, por sipas informacioneve nga prefekti i Shkodrës Naxhit Cungu, akset problematike janë zhbllokuar plotësisht gjatë ditës së sotme dhe në komunën më të thellë në Vermosh, e cila paraqitej dhe më problematike, kanë ardhur ndihma emergjente nga Mali i Zi, duke qenë se ky fshat është më afër në kufi. Janë dërguar edhe medikamente në Vermosh të Malsisë së Madhe nga prefektura e Shkodrës, duke bërë që të mos ishte nevojshme ndalesa e helikopterit të emergjencave civile në këtë rreth. E njëjta situatë është shfaqur edhe në Kukës, ku duket se gjendja është normalizuar dhe akset rrugor problematik janë zhbllokuar duke bërë të mundur komunikimin mes fshatrave dhe komunave.